Shkojmë pak me pamje të drejtë për drejta, kanë nisur homazhet për gjyqtarin e vrarë në krye të detyrës Astrid Kalaja. Ditën e sotme, Sara Demushi është pranë ambienteve ku po zhvillohen këto homazhe, ndërkohë që kanë nisur të mbrinë për të bërë homazhet e tyre, qytetarë të shumt, por edhe personalitete. Ministri i Drejtësisë ishte pak çaste më parë, ndërkohë që edhe përfaqësues të sistemit të drejtësisë nga të gjitha qytetet e vendit po kryejnë homazhe. Nuk e di nëse e kam kolegen Sara Demushi. Të përshëndes, Esmeralda, jemi me këto pamje të drejtë për drejta nga Pallati i Kongreseve, ku që prej orës 9 deri në orën 11 po zhvillohen homazhe në nder të ndjerit gjyqtarit Astrid Kalaja, ndërsa ditën e sotme nga ora 14 deri në orën 16 do të zhvillohen homazhe gjithashtu edhe në qytetin e tij të lindjes, në qytetin e Shkodrës, ndërsa në orën 16 do të bëhet edhe ceremonia e varrimit në Stom Golem të Shkodrës. Deri në këto momente në Pallatin e Kongreseve kanë mbërritur Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari, ndërsa në këto momente pritet që edhe kryeprokurori i Elbasanit Kreshnik Kajazi dhe po ashtu edhe gjyqtarë të tjerë të Elbasanit të futen brenda ambienteve të Pallatit të Kongreseve për të kryer edhe homazhe ditën e sotme. Ndërsa në vijim pritet të mbërrijë rreth orës vetëm pas pak ndoshta edhe kryeministri i vendit Edi Rama, ndërsa nga ana e strukturës së posaçme pritet të mbërrijnë rreth orës 10 prokuror dhe gjyqtar, avokata, po edhe personat e tjerë të cilët do të nderojnë ditën e sotme gjyqtarin Astrid Kalaja, i cili humbi jetën këtë të hënë. Sa i përket karrierës, në fakt, gjyqtari Astrid Kalaja ka një karrierë të gjatë në sistemin gjyqësor prej thuajse 3 dekadash, konkretisht nga vitin 1993 dhe deri në vitin 2004 ka punuar si gjyqtar në gjykatën e Rrethit të Shkodrës, më pas nga 2004 deri në 2023 ka punuar në gjykatën e Apelit të Shkodrës, ndërsa vitet e fundit ishte në gjykatën e Apelit të Tiranës. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta nga Pallati i Kongreseve. Vetëm pak sekonda më parë është futur në ambientet e Pallatit të Kongreseve edhe deputeti Arjan Ndoja. Se përket homazheve, do të ka nisur që prej orës 9 deri në orën 11. Në këto moment jeni duke parë edhe në pamje pikërisht përfaqësues të gjykatës Elbasanit me kryeprokurorin Elbasanit Kreshnik Kajazi, e po ashtu edhe personat e tjerë të sistemit të drejtësisë të cilët shërbejnë pranë gjykatës së Elbasanit. Këto janë edhe pamjet e drejtë për drejtë që jeni duke ndjekur në këto momente nga Pallati i Kongreseve, ku homazhet ka nisur që prej orës 9 deri në orën 11 pritet të zgjasin në ambientet e në ambientet e Pallatit të Kongreseve, ndërkohë tashmë pritet të mbërrijë edhe kryeprokurori prokurori përgjithshëm Olsian Qela, për të zhvilluar gjithashtu homazhet e tij në nder të gjyqtarit Astrid Kalaja. Sapo ka mbërritur në ambientet e jashtme prokurori përgjithshëm. Jemi me këto pamje të drejtë për drejta në këto momente. Kurora të shumta po mbërrijnë gjithashtu në ambientet e Pallatit të Kongreseve në emër të institucioneve të ndryshme të vendit, në nderim të gjyqtarit Astrid Kalaja. Si që theksova, Esmeralda, pas pak pritet të mbërrijë edhe kryeministri Edi Rama, po ashtu do t'jenë edhe përfaqësues nga struktura e posaçme dhe nga ana tjetër do të ketë edhe përfaqësues të tjerë të gjykatave të ndryshme, pasi në nder të prokurorit, në nder të gjyqtarit që prej ditës së hënë deri edhe për disa ditë të tjera, disa nga proceset gjyqësore janë pezulluar dhe pritet në fakt që të nisin në një moment
moment në një njoftim të dytë, të vetmet seancat të cilat po zhvillohen janë ato të masave të sigurisë. Mirë, Sara, mirë, ne po ndjekim këtë pamje të drejtë për drejta, pra për nder të gjyqtarit të gjykatës apelit, Astrit Kalaja, i cili ndroi jetë të hënën pasi u qellua me armë zjarri brenda sallës së gjyqit nga Elvis Shkambi, 30 vjeç, nipi një pale në procesin gjyqësor për një çështje pronësie. Ngjarja ndodhi në sallën numër 3 të gjykatës së apelit pak çaste pasi gjyqtari Kalaja shpalli vendimin përfundimtar në favor të palës tjetër në konflikt civil. Autori mori plag me armë zjarri, të cilat i shkaktuan edhe humbjen e jetës. Kalaja ndroi jetë vetëm pak minuta më pas, ndërsa 2 persona të tjerë, babë e birë nga familja Kurtaj, mbetën të plagosur. Nuk ka nevojë për këto gjëra, kemi bërë një pronësim për të gjë, nuk ka nevojë për këto. Mbledhje nesër të prokurorëve? Do të njoftoheni për të gjitha. A ka marrë për prokurorët këtë? Nuk ka komente me sa duket nga prokuror gjykatës apo edhe ministri i drejtësisë pak më parë nuk pranoi të jepte komente rreth kësaj ngjarje të rëndë që ka ngritur në fakt edhe pikpyetje të mëdha sa i përket sigurisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, sigurisë në ambientet të brendshme të gjykatave të vendit, e po kështu edhe një problemi të madh që ka shkaktuar shumë viktima deri më sot, çështjes së pronësisë në vend. Mirë, do shkëputim për një hapësirë të shkurtër publicitare.